Elcejt Hysa ishte një nga mungesat e Lazios në ndeshjen e djeshme në Serie A ndaj Pizës. Kjo u mësua pasi klubi Lazios bëri publik listën e futbollistëve të grumbulluar për duelin i cili u zhvillua dje në darkë. Sipas mediave italiane, Hysa mund të kishte minuta në këtë duel pasi Lazio ka një mungesë të alternativave në krahët e përpavijës, por një problem në gjurin e tij të djathtë ka bërë që stafi mjekësor të këshillonte pushim për ditën e djeshme për futbollistin shqiptar. Hysa ka vuajtur një tendinopati në këto ditë dhe është preferuar që të mos sforcohet në ndeshje për të mos rrezikuar një përkeqësim të situatës dhe një mungesë më të gjatë. Ndaj, Hysa ndoqi ndeshjen e djeshme nga televizori, pasi nuk udhëtoi me skuadrën në transfer të drejt Pizës, teksa shpresohet që të rikuperohet në kohë për duelin e javës së ardhshme kundër Cagliarit. Ndeshja Pisa-Lazio përfundoi në barazim pa gola 0-0.